Ju përshëndes nga zyra ime, nga zyra e kryeministrit të qeverisë teknike. Unë po flas sot si kryeministri i qeverisë teknike. Një zhvillim dramatik ka tronditur korridoret e pushtetit në Tiranë. Në zyrat e kryeministrisë ka mbërritur një letër që sipas burimeve pranë ngjarjes ka futur administratën në gjendje alarmi maksimal. Bëhet fjalë për një ultimatum të firmosur nga Edison Rapushi, i vetshpallur i deleguar i qeverisë teknike, ku kërkohet lirimi urgjent i ambienteve të kryeministrisë për t'i hapur rrugë hyrjes triumfale të profesor Pëllumb Pilinçit si kryeministër i ri. Në dokumentin epik, me datë 6 maj 2026, i jepet Edi Rama vetëm 7 ditë afat për të liruar zyrën, ndërsa kërkohet edhe pastrimi i zgarravinave në përmure, si dhe ndalimi i menjëhershëm i çdo VKM-je, sikur vendi të jetë futur në regjim administrativ nga lagja. Burime pranë korridoreve të pushtetit thonë se stafi i kryeministrisë ka mbetur i shtangur nga serioziteti i kërkesave. Disa punonjës dyshohet se kanë nisur të kontrollojnë kontratat e punës, ndërsa të tjerë po kërkojnë në Google nëse ekziston vërtet qeveria teknike e profesor Pilinçit. Kulmi i letrës vjen me paralajmërimin se Rama do të trajtohet si Maduro i Venezuelës nëse nuk bindet. Një krahasim që me sa duket është menduar si goditja finale diplomatike për të tundur themelet e qeverisë shqiptare. Ndërkohë, profesor Pëllumb Pilinçi thuhet se po pret i qetë momentin historik për të hyrë në kryeministri, ndoshta me një valixhe në dorë dhe një plan 3 pikësh për shpëtimin e kombit, universit dhe galaktikës njëkohësisht.